Përgjatë qëndrimit në Berlin, kryeministri Edi Rama është pyetur nga Deutsche Welle për hetimet e SPAK ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kreu i qeverisë thotë se nuk komenton raste konkrete dhe se drejtësia po bën punën e saj. Si komenton rastet e fundit lidhur me zonin Balluku, sepse në gjitha mediat sot e kam lexuar që ka një thirrje për bisedë apo ku diun ç'është. Nuk kam asnjë koment për asnjë rast, sepse siç e kam thënë, ne kemi punën tonë, drejtësia ka punën vet, edhe deri kur çështjet të caktuara marrin formën e tyre të prerë, të gjithë njerëzit janë të pafajshëm dhe janë të padënueshëm nga gjykata popullore e politikës dhe e mediave që i shërbejnë politikës.